Për 15 vjet, ishim dëshmitar të një tregimi. Sa më shumë që i shante Albin Kurti Devollët, aq më profesionalisht e trajtonte Klan Kosova, që ishte në pronësinë e tyre. Ky ishte një shembull i jashtëzakonshëm në peizazhin tonë të zymt mediatik. Një shembull që na thoshte se mediat s'ishin thjesht zgjatje nervore të pronarëve. Përbëheshin nga gazetarë profesionist që si nënshtroheshin tekeve të shefit, ku personalizimi zvinte në shprehje e ku i bëj thirrje mendjes kritike të qytetarit e jo emocioneve të militantit. Mirë po, ky tregim i lakmueshëm mori fund në një ditë, që e lypa për t'i bërë homazh punës së profesionalizmit të këtij televizioni deri në atë ditë. Unë e kuptova fundin e tregimit më 25 janar, derisa po i ndiqja lajmet qendrore të orës 8 në mbrëmje. S'më besoj se çka po shehja e çka po dëgjoja. Ishte fundi krye propagandë irrituese kundër vetëvendosjes. Thonë se Grenelli ishte i urryer i VV-s e se ishte mik i madh i Trumpit. E transmetuan si bombë një deklaratë të Ramush Haradinaj se Kurti kishte agjenta të dyshemta. Thonin që punëtorët ishin të dëshpëruar keq me qeverinë. Se Kosova në tërë, rryma u shit jashtë vendit. Se po politizoheshin dëshmorët pasi Spesja e bëri Afrin Bunjakun hero të VV-s. Se VV-ja se mbushi sallën, e kështu me radhë. Qerek të vërteta, gjysmë të vërteta e hiq të vërteta. S'më besohej. Klan Kosova ishte bërë tamam sipas përshkrimeve të sharjeve të Kurtit. Me propagandën e tyre po jepnin të drejtë propagandës së tij. Po përshtynin mbi punën e madhe shumë vjeçare të punëtorëve që i sollën respekt e besim. Çka ndodhi që Klan Kosova e theu traditën e saj që të mos i kthente sharjet Kurtit. E mësova pa dashje dje. Ishte data 14 janar, e martë. Ata që besonin në bestytnin se s'duhet të laheshin të martën, nuk laheshin. Si ishte ashtë ftoft, 3 gradë temperatura më ulët në Prishtinë. Pronari i Klan Kosovës ishte nxjerrë keq nga një sharje e bërë më 13 janar, e hënë, kur mund të laheshin ata që besonin në bestytnin e mësipërme. Atë 13 janar, kryeministri Albin Kurti në Pej i kishte sharë pazakonshëm Devollët. Jo thjesht me regjistrimin e bizneseve në Serbi, apo sepse ishin oligark. Atë 13 janar u agjeti thembrën e Akilit, e cila ishte te babai i tyre, Haxhi Ibrahim Devolli. Pa kufi ma mire, pa kufi ma ndershëm. Është rregullësh, është ndreshësh, rrotat bicikletave si Ibrahim Devolli, e jo si djemt e ti. Është pak, tepër pak të thua se shkelqim me Berem Devolli e duan tepër shumë babajnë e tyre të ndjerë. Dhe këtë dashuri e rrokin pikërisht përmes televizionit Klan Kosova. Vitin e kaluar, ata e kishin transmetuar një program special për Bajram në xhamin që mbante emrin e babait të tyre. Dashuria e Devollëve për babain e tyre dhe shfaqja e kësaj dashurie në televizion ishte, të paktën për mua, e çara më e madhe në profesionalizmin e Klan Kosovës. Dhe Kurti e shfrytëzoi duke e fyer atë rahmetli si ndreshës bicikletash. Shihni edicionet e lajmeve qendrore të Klan Kosovës para se të ndodhte sharja e Kurtit. Në ditën kur hapet fushata zgjedhore më 19 janar, ata raportojnë për një gjë të tillë me një farë kritike ndaj të gjitha partive. Super premtime. Raportime tjera janë për gjëra tjera. Në 12 janar s'ka asgjë. Në 13 janar kur ndodhi sharja, përsëri vazhdua me qasjen e njëjtë bajancuese. E le patën kronike dhe për të bindjen e VV-s në Pej, kishte ndodhur sharja famkeqe. Gazetarja ankohet se tubimet kjo parti po i mbante vonë, gjë që e pamundësonte përgatitjen e kronikës. Ajo tregonte për premtimet që i bëri VV-ja në mënyrë shumë korrekte, por jo edhe sharjen. Fatkeqësisht, ky edicion lajmësh nuk është publikuar fare nga Klan Kosova, apo ndoshta është fshirë.
aty ndodh prishja e profesionalizmit nga ky televizion. Kompania Devolli e bën një reagim të ashpër. Dhe prej asaj dite, Klan Kosova s'është më e njëjta. Se kemi 14 janarin për ta krahasuar me 13 janarin, por e kemi 15 janarin. Dallimi është tepër i madh. Më 13 janar, para se të ndodhte sharja, sharjet e shfrenuara të Kurtit i prezantuan në hyrje si kandidatët për kryeministër, pra kandidatët në shumës. Kandidatët Kosova për kryeministër fushatën e nisën me gjuhë të ashpër ka njëri tjetrit, derisa Kurti tha se opozitarët do të trokaten në opozit, Krasniqi u shpreh brengosur për gjendjen e tij. Në fakt, ishte Kurti ajo që shante e piskaste kështu me radhë. Më 15 janar, tregimi ndron komplet dhe nisin sulmet dhe raportimet jo profesionale ndaj VV-s. Për ata që e sulmojnë Klan Kosovën, duke thënë se ka qenë gjithmonë njësoj, vendos të futen në arkivën e këtij televizioni dhe të shohin raportimet e tyre. Gjithçka ndryshoi më 13 janar, kur Albin Kurti u anguti babën. Mos ndoshta kjo parull duhet të vlej edhe për Klan Kosovën, ajo që vlen për vetëvendosjen? Nëse, urime festën e Bajramit, sidomos gazetarëve të Klan Kosovës që s'janë pajtuar me ëndrrim të çështjes dhe ju ftoj pa të keq ta ndiqni transmetimin e Klan Kosovës nga Xhamia e Haxhi Ibrahim Devolli.